Si t'i dallojmë magjistarët? Magjistarët kanë disa shenja me të cilat mund të dallohen. Shenja e parë është që magjistari kërkon nga Isamuri emrin e tij dhe të prindërve të tij. Kërkimi i ndonjë gjëje personale të Samurit, si rrobë, flok apo fotografi. Shkrimi dhe dhënia e hajmalive të ndryshme, të cilat hajmali përmbajnë fjalë të ngatrueshme, emra të pakuptueshëm, shkronja katrore, si dhe simbole të ndryshme. Nga shenjat me cilat mund të dallohet magjistari është edhe vetë ambienti dhe vendi i papastër të cilin e shfrytëzon magjistari, si dhe papastërtia e vetë magjistarit. Gjithashtu magjistari kërkon nga Isamuri që të mos pastrohet me ujë për një kohë të gjatë. Këto janë disa shenja me cilat mund që të dallohen magjistarët. Prandaj të gjithë ata cilët vuajnë nga sihri apo nga magjia duhet të kenë shumë kujdes se ku adresohen për mjekim. Besimtarët duhet ta dinë se e kanë haram dhe rreptësisht të ndaluar shkuarjen tek magjistarët, kërkimin e ndihmës prej tyre, si dhe mjekimin tek ata. Thot Muhamedi alayhis salam, mjekohuni o robër të Allahut, por mos u mjekoni me haram. Gjithashtu thot Muhamedi alayhis salam, inna Allaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaykum. Allahu nuk e ka caktuar shërimin tuaj në gjërat që ai juve u ka ndaluar. Prandaj besimtarët duhet të largohen nga shkuarja tek magjistarët dhe duhet që shërimin e tyre ta kërkojnë në gjërat e lejuara, e në veçanti në leximin dhe dëgjimin e fjalës së Allahut, sepse Kur'ani është shërim, ka thënë Allahu i lartësuar në librin e tij, Kul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Thuaj, ai Kur'ani është për besimtarët udhëzues dhe shërues.